Nëse je bërë nën, me siguri e ke dëgjuar që në ditën e parë mos e nxirr shumë beben, se ta marrin me sy të keq, ose vej një fill të kuq se krau, apo edhe më e njohura, mos e lavdro shumë, se e marrin më mësysh. Kjo frazë është e rrënjosur thellë në kulturën tonë shqiptare. E kanë përsëritur gjyshet, hallat, fqinjat e lagjes dhe madje edhe ndonjë mikeshe e re që sapo është bërë nën për vete. Por çfarë është në të vërtetë syri i keq? A është një besim popullor që s'ka bazë, apo një mënyrë për të shprehur frikën e nënave ndaj së panjohurës, frikën për të mbrojtur krijesën e tyre të vogël nga gjithçka? Origjina e syrit të keq. Besimi tek syri i keq është një nga mitet më të vjetra të njerëzimit, që nga Greqia e lashtë, Egjipti, lindja e mesme e deri në Shqipëri, njerëzit kanë besuar se shikimi me zili, me smir apo me energji negative mund të dëmtojë dikë, veçanërisht fëmijët e vegjël, që shihen si të pafajshëm dhe të pambrojtur. Në kulturën shqiptare, kjo ndjesi është përzier me dashuri, frikë dhe kujdes. Një nën shqiptare mund mos ketë lexuar kurrë për energjitë negative, por e di nga përvoja se një fjalë e keqe, një shikim i zgjatur apo një lavdrim i tepërt mund të prish beben. Në thelb, është një mënyrë popullore për të shprehur frikën ndaj fatit të keq, që mund të vijë kur diçka është shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Pse nënat ndjejnë kaq shumë frikë për syrin e keq? Nënat janë krijesat më të ndjeshme kur bëhet fjala për fëmijët e tyre. Pas lindjes, ato përjetojnë ndryshime hormonale, emocionale dhe fizike të mëdha. Çdo e qarë, çdo temperaturë, çdo ndryshim i vogël i sjelljeve të bebi mund t'i shkaktojë ankth. Në këtë periudhë, çdo këshill që ndikollon si mbrojtje merret seriozisht, edhe nëse vjen nga besime të lashta. Nëna e re ndjen se duhet të bëjë gjithçka për të mbrojtur fëmijën, nga sëmundjet, nga njerëzit, madje edhe nga sytë e keq. Frika e saj nuk është patjetër besim në magji, por një formë dashurie dhe kontrolli. Në një botë që i duket e pasigurt, ajo kërkon çdo mënyrë për të qenë e sigurt se po bën gjën e duhur. Si shpjegohet syri i keq në mënyrë psikologjike dhe energjetike? Sipas psikologjisë, besimi në sy të keq shpesh lidhet me parashikimin e frikës. Nëse një nën beson se një fjalë e keqe mund të dëmtojë fëmijën, ajo vëzhgon çdo shenjë të vogël dhe interpreton si provë që dikush e ka marrë me sy. Ky mekanizëm e bën të ndihet sikur ka gjetur një shpjegim dhe një mënyrë për të kontrolluar situatën. Ndërsa nga ana e energjisë, shumë kultura e shohin syrin e keq si energjia e ngarkuar me zili ose dëshirë që del nga sytë e dikujt dhe ndikon negativisht te tjetri. Fëmijët e vegjël që nuk kanë zhvilluar ende mbrojtje energjike shihen si më të ndjeshëm ndaj këtyre ndikimeve. Pavarësisht nëse e sheh si besim apo si metaforë, syri i keq mbetet një simbol i kujdesit, një mënyrë për të thënë: mos i afro shumë fëmijës, mos e prek pa dashuri, mos i sidh energji të keqe. Mënyra tradicionale që përdorin nëna shqiptare për të mbrojtur fëmijën nga syri i keq. Në Shqipëri, çdo krahin ka mënyrën e vet për të larguar të keqen. Disa janë të ngjashme, disa kanë nuanca të veçanta, por të gjitha kanë një qëllim të përbashkët: të mbrojnë fëmijët. E para, filli i kuq. Një fije e hollë, shpesh prej leshi apo pambuku, lidhet rreth kyçit të dorës ose këmbës së bebit. Ngjyra e kuqe besohet se të largon energji të këqija dhe sjell fat të mirë. Edhe sot, shumë nëna e vendosin këtë fill, madje edhe e fshehur nën rroba për çdo rast. E dyta, hudhra. Hudhra që ka erë të fortë besohet se largon frymët të këqija. Në disa zona, një thelb i hudhre fshihet në një stëk ose vendoset te djepi. Nuk është për aromë, por për mbrojtje. 3. Ujë me krip. Një mënyrë tjetër popullore është spërkatja me ujë të kripur rreth djepit apo shtëpisë. Kripa përfaqëson pastërti dhe neutralizon çdo energji të keqe. 4. Përshtyma për sy të keq. Shumë gra të moshuara kur shohin një fëmijë të bukur, përshtyjnë lehtë 3 herë pa prekur, duke thënë: mos më u bëfsh me sy të keq. Në të vërtetë, kjo është një formë urimi dhe mbrojtje. 5. Aromat e mira. Disa nëna vendosin gjethe dafine, rozmarine apo trëndafila shtëthar pranë djepit. Aromat e mira besohet se mbrojnë shpirtin e fëmijës dhe ndihmojnë të flejë qetë.
6. Syri blu, amuleta. Në vitet e fundit, edhe në Shqipëri, është bërë e zakonshme të vendosen varse ose bryzylyk me syrin blu turk, që simbolizon mbrojtjen ndaj zilisë. Shumë nëna e vendosin si stoli të lehtë, duke ruajtur kështu edhe kuptimin e traditës. Çfarë nuk të thonë për syrin e keq? Në mes të gjithë këtyre zakoneve, ka disa gjëra që shpesh nuk përmenden. Syri i keq shpesh është metaforë për stresin e nënës. Kur një nënë është e lodhur, pa gjumë e pa sigurt, ajo mund të ndjejë se çdo gjë e keqe që ndodh ka një shkak të jashtëm. Në fakt, shpesh bëhet fjalë për ankthin që shoqëron prindërimin e parë. Lavdërimi nuk e dëmton beben. Nëse dikush e lavdëron fëmijën tënd, mos e shiko si kërcënim. Në vend të frikës, mund ta shohësh si bekim. Fjalët e mira, kur thuhen me dashuri, kanë energji po aq mbrojtëse sa edhe një fill i kuq. Frika e tepruar mund të dëmtojë më shumë se syri i keq. Nëse një nën i shmang njerëzit e mban fëmijën gjithmonë të fshehur, ajo humbet edhe kontaktin social edhe mbështetjen që i duhet. Kur dashuria kthehet në supersticion, është e natyrshme të duash të mbrosh fëmijën tënd. Por, ndonjëherë, dashuria edhe frika bashkohen aq fort sa kthehen në supersticion. Nënat që ndjehen të pasigurta ose që janë rritur në ambiente ku besimet popullore janë të forta, mund të mbeten peng i tyre. Edhe pse brenda vetes, ndoshta nuk i besojnë plotësisht. E vërteta është se asnjë fill, asnjë amulet dhe asnjë hudhër nuk mund ta zëvendësojë dashurinë, kujdesin dhe përkujdesjen e përditshme. Por, këto gjeste të vogla kanë vlerë tjetër. Ato krijojnë ndjenjën e sigurisë, ndjenjën se nënat po bëjnë diçka për të mbrojtur fëmijën. Një urtësi e vjetër, një dashuri që nuk ndryshon. Mos e lavdro shumë, thot gjyshja. Mos e nxirr pa i vënë fillin e kuq, këshillon fqinja. Dhe nëna e re i dëgjon të gjitha, mes buzëqeshjes dhe udhimit. Në të vërtetë, kjo është mënyra e grave shqiptare për të lidhur mes brezash. Nuk është vetëm frikë, është dashuri, trashëgimi, kujdes i vjetër që ka kaluar nga nëna te bija. Në çdo mos e lavdro shumë, fshihet një ruaje apo një dua. Prandaj, ndoshta nuk ka rëndësi nëse syri i keq ekziston apo jo. Ajo që ka rëndësi është dëshira për të mbrojtur fëmijën, sepse çdo nën, pavarësisht epokës apo kulturës, ka të njëjtin qëllim: të shohë fëmijën e saj, të qesh, të rritet dhe të mos i ndodhë asgjë e keqe. Në fund të ditës, nëna e re mund të vendosë t'i mbajë traditat ose mund të zgjedhë t'i lërë pas. Mund të vërë një fill të kuq për qetësinë e vet, ose thjesht të mbështetet tek dashuria. Por një gjë është e sigurt, ajo frikë e vogël për syrin e keq nuk do të zhduket kurrë plotësisht. Ajo është një pjesë e kujdesës son kulturore. Një kujdes që thotë se bota ndonjëherë mund të jetë e ashpër, por dashuria e nënës është gjithmonë më e fortë. Dhe në këtë dashuri, çdo nën gjen forcën për të përballuar çdo sy të keq, çdo frikë, çdo rrezik. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.